Është radha për intervistën tonë 60 sekondre. E mysafiri unë për natën e sonte është Rona Nishliu. Se si u përgjigj ajo në pyetjet tona pak ca provokative, e ndjekim në vazhdim. Tung, unë jam Rona Nishliu, kjo është intervista 60 sekondëshe për prive. Çka po mendon në këtë moment? Çfarë pyetje kime mbo? Kompozitori juaj i preferuar? I preferuar? Ka shumë, po Chopini. Kur i ke pas për herë të fundit flokët para sa? Para 9 vjetë, rafsh. Cili është shqiptari më i pashëm? Vllau im. A kishe dëshiruar ndonjëherë të notoni me peshkaqen? Po. Kikirik apo fara lule dielli? Fara lule dielli. Kur është hera e fundit që keni ngrënë një çokoladë të tërë? Kom haru. Ka kohë që nuk po ha shumë. Koncerti i parë? Në Prishtinë me njëherë pas etheve të së premtës, komplet me grupin. A flan me çorapa? Po. Ke putur ndonjëherë dikë e më pas i penduar? Jo. Cili është personi i fundit që ke dashur me mbyt? S'ka, s'ekziston. Në emër të dashurisë, a kishe ikë me të dashurin pa e ditë se ku? Po. Po m'duket se e trash pak. Ndoshta. Një kujdes që nuk e duron. Telefonatat e shpeshta. Hera e fundit që zemrat kanë dalë së rrahuri, për kën ka qenë?